A kena bu muzik para se me full. A kemi nuna e herë pse gjithë ka muzik në për festa. S'ka lidhje është vit i ri, a ditëlindje, a syneti, e rëndësishme është që muzika kur heq nuk mungon. Studimet në antropologji na tregojnë që muzika ka ekzistuar para gjuhës folëm. Pra, njëri hershëm i ka ra objekteve për ritëm. Tamam si një fëmijë i vogël që ka përdor zonën për thirrje kolektive, që në për shumë fe e gjithashtu kanë kriju tinguj për koordinim grupor. E krejt kjo vjen për disa arsye. Ritmi i përbashk e sinkronizon trupin, rajet e zemrës edhe emocionet. E kjo krijon ndjenjën e sigurisë edhe të bashkimit. Në farë mënyre është baza e çdo feste. Pra festa s'ka qenë veç për parti, por ritual. Pas gjueti suksesshme, pas korrjeve, lindjeve, martesave edhe fitoreve, duke përdor muzikën për falënderim, thirrje shpirtrash edhe forcim komuniteti. Pa muzikë, rituali është konsideru i pavlefshëm, tamam si neja sot. Në qytetrimet e lashta, muzika ka qenë pjesë e ceremonive shtetërore, instrumentet kanë simbolizu pushtet, ku vetë Platoni ka bezu se muzika e gabume e prish shoqërinë. E kjo po që shtin me utut pak në vitin 2025. Në mesjet, muzika ka qenë si shpëtim social edhe pse kisha ka kontrollu jetën e njerëzit në dasma, panajire e karnevalit gjithmonë ka pas muzik live. Pra muzika ka qenë pjesë e festave para se me ekzistu gjua, shkrimi, madje edhe qytetrimi. Po në fillim të shekullit 18, kur muzika ka fillu me pas tempo specifike për vallëzim, e deri në ditët e sotme ka marrë një kohje tjetër, edhe pse thelbi është i njëjtë. E shekulli 20 është momenti që ka ndryshuar gjithçka, bashkë me gramofonin edhe radion, e gjithashtu edhe DJ kultura, duke shndru festën në përvojë e jo veç ngjarje. E sot kur shohet muzika në festa, rritet kënaqësia. Njeri ka hapësirë për lidhje sociale, e normal që zvoglohet ankthi kur krejt këndojnë bashkë, kthejnë bashkë edhe pa u njoft me njëri tjetrin. Pra, çka është më e rëndësishmja është me u ndjet lirë. A vuja, a pula. Qysh po shihet në një farë mënyre muzika e ka shpik festën. E çka po menon ti? Let me know në komente e mos harro me bu follow Urban FM në krejt rrjetet sociale e subscribe në YouTube.